Gjatë përpjekjeve të pandalurat 18 vjeçare për njohjen e Komitetit Olimpik të Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, më ka me punua me shumë personalitete, por ndoshta në atë kohën kur kishte një gatishmëri që ta shqyrtojnë në rastin tonë Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, ishin pikërisht personalitetet më të shquara të Partisë Demokratike të Kosovës, duke u nisur nga presidenti Thaçi, pastaj me Memli Krasniqin kur ishte ministër i sportit, me Vedri Hamsin kur ishte ministër i financave, dhe duke e njohur njëri tjetrin krijohet një afërsi duke luftuar të gjithë për një qëllim sublim, çfarë ishte ndërkombëtarizimi i sportit dhe ja njohëm vlerat njëri tjetrit, themi ashtu, dhe e pranova ofertën e tyre që të jam pjesë e PDK-s dhe nga kjo parti të jap kontributin, dhe pas si u kyqa krejt, i pash vërtet edhe vlerat e mirëfillta që i posedon kjo parti.